Përshëndetje. Video për sot përmban 2 histori tepër interesante. Do të doja t'ju falenderoja të gjithë juve që na ndiqni rregullisht. Pa humbur kohë, le të fillojmë me historinë e parë. Titullohet Ndoshta. Në një fshat të vogël jetonte një fermer i thjeshtë. Ai banonte me të birin dhe së bashku zotëronin një kal. Ishte pasuria e vetme që kishin. Ato punonin gjithë ditën në ar, pa u ndjerë, pa u ankuar. I mjaftonte çdo gjë që e prodhonin me duart e tyre. Një mëngjes, kali i fermerit u arratis, shkoi në male dhe u zhduk pa lënë gjurmë. Fqinjët, sapo e morën vesh, nxituan drejt shtëpisë së tij dhe me treshtim i thanë: "O fat keq, pa kal nuk do të mund të punosh tokën. Si do ja dalësh tani? Kjo është një humbje e madhe. Nuk ke as mosh për të punuar me krah." Por fermeri i qetë si gjithmonë u përgjigj me një buzëqeshje të lehtë: "Ndoshta." Të nesërmen ndodhi diçka e pazakontë. Kali u kthye në oborrin e shtëpisë, por jo vetëm, kishte sjellë dhe disa kuaj të tjerë të egër, të bukur dhe të fuqishëm. Kishte gjetur një tuftë të tërë dhe kishte sjellë pas vetes. Fqinjët u habitën dhe plot cili vrapuan sërish për ta uruar. "Ua, çfarë mrekullie, çfarë fati që ke, tani je më i pasuri në fshat." Por fermeri sërish vetëm tha: "Ndoshta." Disa ditë më vonë, i biri i fermerit vendosi të stërvitej me një nga kuajt e egër. Por kali ishte i paqetë dhe i egër. Ai e hodhi në tokë dhe djali theu këmbën. Fqinjët të tronditur u kthyen edhe një herë. "Sa keq, djali yt s'mund të ecë tani. Kush do të ndihmojë në fushë? Kjo është një tragjedi." Por fermeri pa u trazuar përsëriti: "Ndoshta." Kaluan disa ditë dhe një grup ushtarësh mbërritën në fshat. Ishin duke rekrutuar të rinj për luftë. Të gjithë djemtë e fshatit u morën me forcë për në ushtri, përveç djalit të fermerit që nuk mund të ecte. Fqinjët u kthyen për herë të katër, kësaj me një buzëqeshje: "Çfarë fati i madh, djali yt shpëtoi jetën, të tjerët po shkojnë në luftë, ai mbeti në shtëpi." Fermeri sërish tha: "Ndoshta." Jeta është një zinxhir ngjarjesh. Ne shohim vetëm një hallk, por jo të tërën. Ajo që duket sot si fatkeqësi, nesër mund të kthehet në bekim. Dhe ajo që duket sot si fitore, mund të sjellë sfida të paimagjinueshme. Mos u ngut të gjykosh, mos u zemëro shumë me humbjet dhe as mos u desh shumë nga fitoret. Qëndro i qetë, jetën nuk e kuptoj me një ngjarje, por me kohën. Mbas edhe ti ke patur një moment në jetë që duke si dështim, por më vonë të çojë në një rrugë më të mirë, apo një fat i madh që t'u kthye në një mësim të dhimbshëm. Mos harro, jeta flet me kohë dhe ndonjëherë përgjigjja më e mençur është thjesht ndoshta. Tani le të kalojmë tek historia e dytë. Një bretkos kërceu dhe ra në një grop midis shkëmbive. Uji ishte i qetë, shumë i qetë. E lodhur nga udhëtimi, ajo vendosi të pushoj pak, të notoj e të çlodhet. Ishte gjithçka që mendoi e lehtësuar, duke u zhytur në paqen e momentit. Ajo u shtri në sipërfaqen e ujit, mbylli sytë dhe filloi ta ndjente veten mirë. Ishte qetësi, ishte rehati, por minut pas minute temperatura filloi të ngrihej. Hapi sytë dhe tha: "A është më vap?" Jo, mbase e kam vetëm nga mendja ime dhe lodhja." Vazhdoi të qëndroj, të marrë frymë thellë, të bindë veten se gjithçka ishte në rregull. Por uji vazhdonte të nxehej. Këmbët filluan t'i diqnin. Diçka i thoshte të dilte, por ajo hezitoi. Mund të qëndroj dhe pak. Ajo nuk e dinte se ishte në një rrymë termike që kishte nisur të përhape. Uji filloi të ngrinte temperaturën çdo minutë, pa paralajmërim, por dhe pa mëshirë.
Dhe më në fund kur vendosi të kërcej për të shpëtuar, ishte tepër vonë. Trupi nuk ishte më fort, zemra u lodh dhe Bretkosa humbi jetën. Jo nga nxehtësia, por sepse qëndroi shumë gjatë atje ku po shkatërrohej ngadalë. E njëjta gjë ndodh me njerëzit sot. Qëndrojnë në marrëdhënie që i lëndojnë, në vende pune që i mbysin, në ambiente që i fikin dritën e shpirtit. Jo sepse nuk mund të largohen, por sepse janë mësuar me nxehtësinë që po i djeg dal nga dal. Kanë mësuar të buzëqeshin nga jashtë, ndërsa brenda po luten për ndihmë. Mos e prik pikën e vlimit, mos e quaj normale atë që të dëmton vetëm sepse ke duruar mjaft gjatë, sepse kur uji vlon, ndoshta nuk do të ketë më kthim. A je edhe ti në një ujë që po nxehet ngadalë? Shkruaj në koment dhe mos harro ta ndesh këtë video me dikë që ka nevojë ta dëgjojë sot. Të nderuar miq, këto ishin 2 histori të shkurtra dhe me një mesazh të fortë. Do të luteshim të bëni share videos dhe subscribe kanalit ton. Do të dëgjohemi në video të tjera.